Një grua dhe një burr gjenden pa shenja jete në Prizren dhe Dragash, dyshohet për vetvrasje. Në rajonin e Prizrenit janë regjistruar 2 raste të personave të cilët janë gjetur pa shenja jete. Zëvendësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, ka thënë për televizionin Besa se të 2 rastet dyshohet të jenë vetvrasje. Më datë 5/07/2026 në rajonin e Prizrenit janë raportuar 2 raste të personave të gjetur pa shenja jete, për të cilët janë iniciuar hetime, ka thënë Bytyqi. Rasti i parë është raportuar rreth orës 15:40 kur është pranuar informata se në rrugën Turgut Ozall në Prizren, në banesën e saj ndodhej një person pa shenja jete. Patrulla policore ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes ku ekipi i emergjencës ka konstatuar vdekjen e viktimës. Bytyqi ka thënë se sipas informacioneve fillestare, viktima është femër, rreth 54 vjeçe, dhe se bazuar në rrethanat e evidentuara në vendin e ngjarjes, dyshohet se viktima ka kryer vetvrasje. Rasti i dytë është raportuar rreth orës 17:50, kur nga një zyrtar policor është pranuar informata se në një zonë pujore në fshatin Restelic, komuna e Dragashit, është gjetur një person pa shenja jete. Patrulla policore dhe ekipi i emergjencës kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku është konstatuar vdekja e viktimës. Sipas informacioneve fillestare, viktima është mashkull, rreth 68 vjeç. Bazuar në rrethanat e para të evidentuara në vendin e ngjarjes, dyshohet se viktima ka kryer vetvrasje. Për të 2 rastet është njoftuar prokurori kompetent me autorizimin e të cilit kanë filluar veprimet hetimore. Me urdhër të prokurorit, trupat e pajet janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Të 2 rastet janë iniciuar dhe po hetohen si hetim i vdekjes, ka thënë Bytyqi.